si ishte protesta mbrëmjes së dieshme në pikpamjen tuaj? Është arritur qëllimi juaj? Si e keni parë? Qëllimi jonë nuk u arrit sepse qeveria sot është akoma kryeministri Edi Rama, pra që mos ta fillojmë pak me hipokrizira, por qëllimi për të çuar sinjalin dhe mesazhin që tani nuk ka më rrugë dhe kthim mbrapa deri në qeveri teknike, mendoj se është arritur dhe është bërë një avancim i konsiderueshëm drejt atij procesi. Pjesëmarrja ishte masive, si kur më parë, në të njëjtën kohë revolta qytetare ishte masive, dhe këtë e pam edhe te parlamenti ku në 3-4 herë u mundua të shpërndajë o protestë, nuk u shpërnda, pra njerëzit riktheheshin, njerëzit donin qëndronin, dhe patjetër që ky është një sinjal për gjithë forcat opozitare shqiptare, vetëm për Partinë Demokratike, që të lënë më njanë të gjithë diferencat që kanë dhe të kuptojnë kërkesën reale të vetë popullit shqiptar, që duan një qeveri tranzitore që do normalizoj këtë vend, dhe kur do që t'jenë zgjedhjet e përgjithshme të ketë një klim garuese ku do buroj një qeveri që do mirë qeverisi për të fituar zgjedhjet e ardhshme. Nëse keq qeveris, nuk do i fitoj zgjedhjet e ardhshme. Ndërkohë tani kemi një model ku një qeveri do të keq qeverisi, që me fondet që do marrin nga keq qeverisja të blej pushtetin çdo herë që ajo ka mundësi ta menaxhojë procesin elektoral. Patjetër kam një falënderim shumë të madh për gjithë trindet e rejat, të cilat qëndruan dje me vendosmëri. I kemi edhe disa të rinj të ndaluar në komisariate, por... Sa janë momentalisht, ke një shifër konkrete? Tani janë diku të 17-18, por i garantojmë që të martën do ndalin që të gjithë, sepse gjithë ndalimet janë të palishme. Ashtu si që ishin dhe në 22 dhjetor, me urdhër të vet Ilir Prodës, janë bërë procedura antiligjore, të cilat i kanë detyruar për statistik të mbajnë disa të rinj në komisariate, por ne do përkujdesim për ata këto ditë dhe të martën kur do të dalin. E qartë. Duna ushtruar ndaj protestuesve është tashmë metoda që ka vendosur të ndërmarrë përgjatë gjithë kohës qeveria aktuale dhe është kjo arma e fortë e kësaj qeverie sa herë që ka zemrim qytetar apo revoltë qytetare. Sa e pengon kjo në rastin konkret punën tuaj organizative me të rinjt? Duke qenë se përmendë që janë 17 patjetër që i terrorizon. Të rinj të cilët janë në komisariate, a do vinë më në për protesta këta të rinj? Patjetër që do vinë. Të nuk janë të rinj që janë ndaluar vetëm një herë. Ne gjithë akademinë politike kemi kaluar këto 13 vite në protesta dhe në salla gjyqesh. Dhe janë qindra dhe mijëra të rinj të protestues, pra, nuk po them se janë gjithë antarë të Forumit Rinor Partisë Demokratike, por aty grupohen dhe janë të vendosur që këtij regjimi të dalin përballë. Dhe janë pikërisht këta të rinj që nuk kanë pranuar oferta për punë apo joshje apo të shkrihen me qeverinë apo të largohen nga ideali i tyre. Nuk ka për të larguar askush. Ajo protestë e djeshme vetëm do e rrisi pjesëmarrjen e gjithë protestave të tjera. E qartë. Pra, po thoni që një pjesë e mirë e këtyre të rinjve të cilët janë tashmë në komisariate nuk janë të gjithë antarë të FRPD-s apo jo? Patjetër që jo. Po ju ka ndodhur për shembull që të rinj të tillë kanë kërkuar më pas që të jenë antarë të FRPD-s? Po, patjetër se ne aty kemi vendosur dhe kontaktin ton me ata të rinj dhe ata ne përkujdesemi kur shkojmë në komisariate për këdo që është ndaluar. Nuk shohim antarësi aty, por ne përfaqësojmë funditës jemi deputet të popullit shqiptar dhe do përkujdesemi për të drejtat e tyre. Kur ju e keni trajtuar dhe sot, dje te komisariati numër 1 ka pasur një skandal shumë të madh, ku ishte një numër i konsiderueshëm deputetësh që kërkonin takim me shefin e komisariatit. Dhe ai refuzonte për orë të tëra të na takonte, derisa durimi u sos dhe vetë deputetët vendosën të thyejmë derën dhe të futemi brenda. Dhe pastaj pas gjithë kësaj skene të panevojshme, të cilën vetë statusi i deputetit ja lejon deputetit të takojë titullarin e çdo komisariati në çdo moment, arritëm të bëjmë takimin ku dhe ne të garantonim dhe të shikonim procedurat e palishme që ishin duke u gatuar nga momenti në moment për çdo person të ndaluar. Falenderojmë patjetër gjithë avokatët e Partisë Demokratike, nga Eda Grimci, Marash Logu, Shaqir Manjani dhe gjithë Franc Nurin, pikërisht pra se nuk dua të harroj asnjë emër, por të gjithë bëjnë punë vullnetare, detyrë ideali, pra e bëjnë prej idealit të tyre dhe nuk i kanë lënë të mungoj asnjë vëmendje ndaj gjithë procedurave antiligjore që u tentuan të bëhen, por patjetër që me presionin ton ato do fitojnë në gjykatë dhe gjithë do lirohen.